që e duam shumë dhe kemi ushqimin fantastik edhe shumë pasur, kështu që ky çmim është për kontributin e saj në ruajtjen e recetave të lashta kulinare, si dhe konsulente shumë kujtinave të Malsinit e Veriut, dhe do shkojmë për recetën më të mirë të gjyshes, gjyste Bici. Gjyste Bici do të marrë edhe çmimin për recetën më të mirë të gjyshes. Po do ta pyes pak gjysten se si kishte gatuar ky shefi ju sot. Gjyste. Urdhro. Merë edhe çmimin. Përshëndetje dhe mirë mbrapa. Jam shumë e nervuar sot e mes jush që njihem këtë darkë së bashku me ju. Ju uroj këtë fund vitit me një marrësi shumë të madhe e qofshit lumtur e përpara Shqipënia suksese. Faleminderit shumë. Si do të ushqimi sot? Po. Me thënë drejtën ajo receta tradicionale me shokët e diskutova e Faleminderit shumë. Vetëm pozitive. Dhe njerë duhet merremi me vërtet vetëm me njerëzit që na duan, jo me ata që na kritikojnë. Faleminderit shumë Gjysta. Ta mbyllim? Doni të vazhdoni edhe pak me darkën?